thot Allahu Azza wa Jall: "Wa man a'rada an dhikri", ai I cili largohet prej përmendjes time, për librit Allahut Azza wa Jall, prej traditës Rasulit alayhi salam, fa inna lahu ma'ishatan danka, ai ka me pas një jetë ngushtume, të vështirësume, krejti ka nuk knaqet. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, edhe të ringjallëm të tillin ditën e gjykimit të verbër. Qal, ka me thanë: Rabbi, lima hashartani a'ma, pse më ke ringjallë mu të verbër, wa qad kuntu basira, unë veç në dunjan atë kuptimin ju kam për atyne që kum pa. Qal, ka me thanë Allahu Azza wa Jall: kedhalika atatka ayatuna, kështu të kanë ardhur argumentet tona, fenesitha, I ke harru ato. Sa herë që je përkujtu për të mirat e Allahut, për mirësitë e Allahut Azza wa Jall, për obligimin tanë ndaj Rabbul Alamin, e ke harru, s'ka interesu heq. O kedhalika al-yawma tunsa, kështu sot do të harrohesh, atë kuptimin do të lihesh pas dore. Qysh ti e ke lanë pas dore librin e Allahut, traditën e Rasulit, nuk të ka interesu për fe heq. Kështu do të harrohesh ditën e gjykimit. Elusëm Allahun Azza wa Jall më na falë.